figurativisht të reflektoj sa i përket çështjes së presidentit apo presidentës së krejt vendit? Nuk mendoj. Pas këtyre zhvillimeve, do të pas kësaj çfarë duke ndodhur, ata nuk do të dinë ku e kanë kokën. Praktikisht ata do të mbeten pa kokë dhe do të duhet minimum 2-3 muaj që të unë pres do të thot me vjekes të them, por pres zhvillimet bujshme brenda Lidhjes Demokratike, jo kuvend të rëndom të përgjithshëm. Aty do të ketë, do të ketë përplasje të madhe dhe supozoj përçarje të madhe. Nuk e përja është e mundësinë edhe në dy pjesë, do thotë. Kështu që këto zhvillime janë handicap për zgjedhjen e presidentit ose presidentës në Kosovë, sepse thjesht nuk e përjashtoni mundësinë që të ndahet LDK-ja në dy grupe edhe zyrtarisht në ata deputet do të janë aty, do të mbeten, por nuk besoj që do të kenë qëndrim unik. Ndoshta do të dahen 2-3 grupe. Dhe secili grup do të veprojë ashtu siç mendon që është më së miri. Praktikisht derisa nuk zgjidhet kjo krizë. Do thash lirisht mund të thuhet që në krizë, në krizë thellë do të thotë. Praktikisht LDK-ja do të mbetet pa qëndrim. Ne e dëgjuam qëndrimin e zotit Abdi Gjiku, mendoj se ishte i qartë, nuk ishte qëndrim pro Zonjës Osmani. Ishte qëndrim për zgjedhjen e një kandidati jo partijak, pajto me dorajetin që nuk është e mund të thotë jo politik. Nuk është e qelluar të thotë jo politik, po jo partijak, do të thotë. Mirë, kjo është qëndrim politik. Është qëndrim politik jo partijak tjetë. Mund të jetë nga qarqet akademike, mund të jetë nga qarqet tjera, dhe mendoj se është qëndrim parimor. Ndoshta ky do të mbetet qëndrim i një pjesë pak më të madhe të LDK-s, atyre që do të mbeten pranë zotit Abdi Gjiku, përderisa mos qarohen gjërat brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, por marrë në tërësi, këto zhvillime e vështirësojnë zgjedhjen e presidentit. Sa do të ndikojnë, zotri Koci, kjo krizë e LDK-s edhe në fillimin e krizës për zgjedhjen e presidentës? Praktikisht këta dalin prej lojës sa i përket zgjedhjes së presidentit ose presidentes. Nga ana tjetër, këja ka një vogël, nuk mund bëja asgjë, do të mbetet në skenë mbetet vetëm PDK-ja, me vetë vendosjen. E shini të mundshme një marrëveshje politike mes tyre dy subjekteve politike? Marrëveshje politike nëse po për një kandidat jo partijak, të pavarur, të anshëm, po, e shoh të mundshëm realizimin një konsenzusi, por nuk e shoh të mundshëm marrëveshjen nëse PDK-ja kërkon pushtet. Sepse zoti Kurti më herët e ka thënë qartë që nuk dëshiron bashkëqeverisjen me askë në këtë rast për shkak të pozicionit të presidentes. Këtë dytën nuk e ka thënë, por e ka bërë qartë që nuk do bashkëqeverisim dhe ka të drejtë. Ai ka 68 numra, nuk ka përse të ndaj pushtetin me dikë tjetër për shkak të postit të presidentit ose presidentes. Për nuk duhet të sakrifikoj një farë forme? Nuk mendoj që do të sakrifikoj. E ka thënë. Këtë e ka thënë që nuk dëshiron bashkëqeverisje, edhe s'ka përse. Prandaj, e vetmja zgjidhje mendoj është marrëveshje politike, po pa bashkëqeverisje, pa ndarje të pushtetit, marrëveshje politike ndërmjet PDK-s dhe vetëvendosjes rreth një kandidati, edhe AK-s, po edhe LDK-s, atillë çfarë është, rreth një kandidati pavarur, jo partijak, konsenzual, unifikues, faktor unifikues. Unë me që them optimist dhe besoj që